Një këshill për vllaznit në Shqipëri, ju pëlqeu mirë, nuk ju pëlqeu, më bëni blok dhe vazhdoni më tutje. Shoh se kove të fundit jeni çu pesh dhe po i sulmoni kandidatet me shami, secilën, varësisht prej preferencave tuaja partijake, ideologjike, medhebiste apo për ndonjë interes tjetër. Mos valleni të kujtu se zgjedhjet atje janë në kohën e sahabëve, se liderët e partive të kjo janë prej Ashere Mubeshirin e Bilgjenne, e juve ju ka met pastaj me i mat njerëzit me kantarin asaj kohe. Si musliman që pretendoni të jeni, si nuk ju vjen turp të sulmoni kaq poshtër kandidatet me shami, në vend se të ndihmoni atyre që të bëhen pjesë e parlamentit, ju i keni shënjestruar, po i pengoni dhe po i sulmoni si omazi. As pak nuk po më pëlqejnë veprimet tuaja, po të regoni se pikërisht jo ato kandidate, po e përdorni fen për qëllimet e ulta politike. Mos me pasqen qata, si po mundoheni të tregoni se kinë se jeni, edhe ju do të kishit kandiduar. Por sigurisht, sepse s'keni mujt, e tani si për inat, sulmoni ato dhe bërtetni gjithandej. Është e turpshme kjo që po bëni, bollni ma.